بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. Lavdrimet dhe falëndrimet i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar, lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia, lumturia e Allahut qofshin mbi neve të gjithë. Të nderuar dhe shumë të respektuar, sot do të mundohem së bashku ta trajtojmë një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk është hadithi edhe shumë i gjerë ose i gjatë, por do të mundohen ta komentojmë pak së bashku, edhe se ndoshta e keni dëgjuar prej hoxhallarëve të ndryshëm. Hadithin e transmeton Ebu Hurajra. Ju e dini se Ebu Hurajra ka shumë transmetime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë transmetim që e bën është autentik, domethënë nuk ka dyshim. U thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Taraktu fikum amrayn", ju kam lënë juve dy gjëra. Edhe pse janë të pakta këto dy gjëra, mirë po nëse him t'i thellojmë edhe ta shpjegojmë ashtu si duhet këtë hadithin e pejgamberit, edhe ajo zgjerohet. Amon do thotë se do shkojmë nga ajo disa gjëra që më tepër që na nevojiten ne. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdon, thot: "Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi." Sadaqa Rasulullah fima qal. Leni është diçka shumë interesante në gjuhën arabe. Leni e ka në gramatik që as sesi, as njëherë në tarshme negativ. Por qatë fillon me këtë lën të dhillu, as njëherë nuk dhe të humbasni, ose nuk dhe të devijoni nëse i përmbaheni ati. S'ka as njëherë një jetë humbe njeri, edhe nuk mund t'i vejet humbe nëse i përmbahet aty në dy gjëra që i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam. Cila ishte? Kitab Allah, libri Allahu xhalla shan, Kurani famuljar. E dyta, suneti apo tradita e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Tash neve çka na tregon kjo hadith? Në tregon se musliman nuk mund të devijojë, nuk mund të humbasë asnjëherë. Por a jemi në atë kohën ne që devijimet mëdhaja kemi, përçarjet mëdhaja kemi, mosbindjet mëdhaja kemi, humbje të mëdhaja kemi, prap nuk na shkon ndërmend ta shohim nga vin këto devijime. S'na shkon. Nëse thellohemi
në këtë hadithin e pejgamberit alayhi salatu. Jeta e shifni edhe vetë se ka batica edhe zbatica. Njerë ngrehesh, njerë zbresish poshtë. Amon, muslimani ku njëherë nuk të vion. As njëherë njëherë. Por edhe me deviju, t'jeni të bindur se ka shkel dhe një bazë normave ose bazament të Kuranit apo të hadithit. Kjo është ajo pika më kryesore që duhet të di. Nëse njeriu nuk është rrugën e Allah, ka mosmarrveshje në familje, ka humner, shkon në humner, me lloj ndalesash që me haram, me ndalesat e Allahut xhalesha. Ki njeriu duhet t'i kthehet vetvetes. Ta sheh veten ku është, ku gjin, çka bën, si si. Po në përgjithësi nëse e shiqon musliman po jenë dëniu. Këtë e thonë me fatkeqësi. Edhe është një fatkeqësi shumë e madhe. Ta kish Kur'anin familjar, udhërofies. Ta kish traditën e pejgamberit si sunet. Nuk mundet njeriu të vijojë. Asnjëherë. Po logjikat tona që i kemi ne, nuk shkon nga ajo që ta kapim Kur'anin familjar edhe sunet. Në kohën ne që jetojmë tash, e shifni sa jemi lexues, ka lexues Kur'anin familjar. Sa jemi për atyre që e praktikojnë. Unë këtij njerëzve edhe shpesh u thonë edhe në përtobime. Shikim kanë, senzori i shiqimit është prezent të këta njerëz. Ndigjimi, senzori i ndëgjimit ka humbur. Nuk është në gjendje ta kape Kur'anin si punojë, nuk është në gjendje ta kape sunnetin e pejgamberit. Kjo është problemi, defekti të ne është brendësinë tonë. Mos t'ja hodhim diku tjetër. Defekt kemi. Por mund të thëni ata dhe hoxhallarën që në defekt, po. Duke fillau pite une dhe të tjera. Pse? Si jemi për atyre që punojmë si duhet. Defekt edhe ne kemi. Pse? Po materializmi vëlla. Kjo është e pastër. Materializmi në mbizet, no? Interesi mo nuk duhet bisedojmë atë, no? E tash, nëse shiqëm nënën e Kuranit familjar, çfarë interesi ka? Nëse shiqëm Kuranin, nëse shkojmë nga jo ta marrim interesin si prioritet, atë jemi larg Kuranit. Nëse shkojmë egon ton ta shiqojmë, se ç'kto është problem. Se cili e shiqon egon e vet. Si t'i vajnë gjif, po edhe pse është ajet kuranor, se merr për bazë. Nuk e merr për bazë. Këtu do thotë se defekti është te ne, e mu ato, nëse u përkujtohet para 2-3 jave që fola për besimin. E vërtet. Edhe pse nuk e përfundova, kishte shumë ajo besim. Se çati është e baza e çdo se. Para mendoni, ta kish imonin e fort, edhe ta shiqysh interesin, nuk mundet. S'mundet. Defekti është te ti o vllai dash. Nëse shiqym nga ajo që ti marri malis bazamentet kuranore, tjetër desesh. Tjetër. Kishin shiqu për para njerëzve që kanë qenë kohën e pejgamberit. Sa i kanë shiqu për e vëzër, ato mas skamje kanë qenë. Nes në mungon, u gjo, kiti kini, haje, pije kini.
vetëm iPhone-et vetëm t'i ndrojnë. Që kjo ka po problemit e ne. Që këto është problemit e fe. Po ato ushtime nuk kanë pas. Para mendoni nuk kanë pas as veshje, me një veshjeve kanë konën se kanë lënë namaz. Sot ne në vitrinat tona ka 15 pantallone ki. Po palta e gjube sa kimi plot. Po ato edhe as këpuc nuk kanë pas. Ama në devijën për asaj të vërtetës asnjëherë. Pse? Se kanë pas në bazë materializm. Edhe t'jeni të bindur. Ata njerëz që e shiqojnë interesin ma tepër se sa Islami ta kanë neve edhe të smundje. Ata njerëz që e shiqojnë lekun shumë, smundje. Ilaç kërkojnë. Ilaçi më i medikamenti më i se Kur'ani famullar s'ka. S'ka. E keni pa këtë që e shiqojnë shumë interesi. Çka bën me të njerëz? Nëse dështon në atë interes, pikëllimi i madh, zemrimi i madh, stresi i njeriu. Ai keni pa, unë i shoh. Pse? Kërkojnë ndihmën tonë. Kur shiqojnë bin patos këto njerëz, kërkojnë ndihmën te Hoxha Allah. Pse? Or vllai dash. Ilaçin e kemi. S'na shkon ndërmend ta kapim atë ilaçin. Pse? Egon. E kina frojnë egon e disa. Vetëm dënë plase. Dënë plase. Qatë që i bëjmë hizmet vetë vetës, nuk ka ma gjithër gjonë. Vetëm egon ta frim me lloj gjëra që nuk ka nevojë aq shumë temë. E tash, nëse shkojmë nga ajo ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ku na tregon se ku është devotshmëria, ka thonë at-taqwa huna, ka thonë devotshmëria, takvallaku, devocioni është gjoks. Ku të gjoksi? Të zemë. Të zemra është. Nëse zemrën e kje të shëndosh, reflekton jashtë shoqëria e mirë. Reflekton punët e mira. Krejt dhe reflekton. Vetëm mua. Qatë që thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ne për të arrit ato, ne duhet të ushqehemi me gjëra shpirtërore, me gjëra që ka nevojë zemra jonë, që ka nevojë ta ushqim besimin tonë. Për qatë nuk është e rasti që do të pejgamberi. Këtë kur e ka thonë pejgamberi? Para 1438 vjetë. E ka thonë, edhe ne nuk i përmbajmë këtij hadithit pejgamberit. Ato që janë përmbajt këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato gull kanë qenë. Gull kanë qenë. Nuk kanë deviju. Pse? Bas. E ka fut në zemrën e vetë këtë hadith pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ose ma thjesht ta kuptojmë këtë hadith apo imanin që e kanë pas ata, e kanë ngulit mbrëndësinë e zemrës aty. E kanë ngulit, jo ngulit me ne si mendojmë, e vëndove edhe nxora, jo. E marish kur ne marish dhe njerë që kiqin e gozhën kur e futish mrenda, ta nxjerrish atë gozhën se kemi këto që miren me këto punët, nëse e futish me çekiqe dhe për ta nxjerr gozhdën, se ne nxjerrish. Nëse gozhda është shumë e ngulitet pak, me dorë mund ta nxjerrish. Dyre që se ke ngulit mirë. Nëse e ngulit mirë me çekan, ngulitet mirë edhe vetëm mo me dana, ta nxjerrish dhe thotë se atë gozhda vjetë. E ne besimtare që këtë gabim e kina. E kemi ngulit pak imanin aty, mirë për shumë pak luhatena,
mbrojtjen e Allahut. Pse shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk janë bezdis, a vetë t'i kapet dhe një pikëllim shumë i madh, por çdo herë kanë qenë parë. E ato i kanë mbulit në zemrat e tyre qatë imanin e fortë, edhe urdhresat e Kuranit. Mesazhet kuranore i kanë pranuar shumë me kënaqësi, jo indiferent. Indiferentizmi nuk është te muslimani. Tjesësh i ullet te muslimani nuk ka. Çdo herë muslimani aktiv është. E atë aktivitet ku ta gjejmë energjia në mungon. Fuqia e imanit në mungon njerë. Mirë po, se duhem edhe ilaqin e kësaj. Ka ilaq. Në fe nuk ka nuk mundet gjendet ilaq. Bile unë çdo herë përsëris. Medikamente që i ka Kurani edhe syneti i pejgamberit, nuk i ka farmacia në botë. Ama ashtu kemi jarë me një dobësim shumë thellë, bile shkojmë nga ajo që edhe nuk duhet përmirësohet. Mirë po, lenat përmirësimi, nuk duhet dëgjojmë të vërtetë. Që e vërtetë hadithi pejgamberit alayhi salatu wasallam. Senzori i veshit në ka marrë, është e mungesë. Që pas senzor sot s'punohen kur gjon. Kitë gjojnë që punohen, kitë mundohen t'jenë me program. Mirë po ne mesazhet kuranore shumë pak. Mesazhet kuranore vetëm i dëgjojmë. Nuk i ndalin vetveten tonë. Ndalu pa. Mere mesazhin kuranor. Analizohen. Nëse s'mundish të analizosh, ti të dikon për shembull pak ma mirë që kupton në këtë rast. Të ta spjegoj, të ta orientoj, të ti tregoj. Nëse edhe të suneti nuk ke njohuri që shtella. Me po të gjana e kemi shumë thjeshtë. Shumë thjeshtë. Nuk mundet sot një besimtar, edhe asesi, kurën e kurës, të bëhet i pandërgjeshëm. Muslimani. S'mundet muslimani të jetë gënjeshtar. Gjë shumë një vesi keq. Bile kur ka thonë, kur e kanë pejt pejgamberi, se mos dar pak pitimes, po edhe pak edhe dhe ndërpres se e zgjerova, thashë. Kur e kanë pejt se muslimani a mund gënje, ka thonë asnjë. Para mendoni që ka thonë, nuk mund të reje besimtari. Sot ku jemi ne. Për të arrit qëllimin e vetë në këtë botë, çdo gjë bën vetëm me gënjeshtër të arrije qëllimin e vetë. Ku ka kësë besimtar? Ku ka? Të nendo. Kemi shumë gjëra defekt brenda. Unë e këmë thonë, edhe në mision që ishëm të kohën para dialë që problem. Bërthamën ma që shtrinjt jemi të e humbë. Bërthamën ma që shtrinjt. Cila është? Familjen kryesore jemi të e shkatru. Familjen ma të ngushtë. Familjen e ma të ngushtë jemi të e shkatru. A jemi në rrugën e pejgamberit? A jemi në traditën e pejgamberit? Jo. A jemi në mesazhin e Kuranit familjar? Ja. I kemi lënë punët e Allahut dikush tjetër t'i punojë, jo. Ta dish vllai dashur. Ke hak edhe në shoqëri. Analizohen mendën tënde, vendohen. Çfarë kontributi jep në shoqëri? Hadithi pejgamberit. S'mund t'i humbish. S'ka humbje. Edhe këtë defekt jemi të e humbur. Kur thash mo bërthamën ma të ngushtë të qerë dhe shpis, jemi katastrofë me përçarje, me disharmoni të madhe kemi në për shtëpiat tona, e ka vim këtë gjë.
jemi për atyre që i përmbahemi këtij hadithit pejgamberit, a jemi larg për këtij hadithit pejgamberit. Ose jemi bo besimtar, ku më konvenon dhe marr për këtij hadithi. Kur më konvenon, marr për hadithit ose ajet kuranor. Po ndoshta mund të jetë se hadithi në kundër tije. Ama duhet ta pranojsh. Ajo e idhët është, si thot pejgamberi. E idhët është, ama që ajo evidente. Ku thot pejgamberi, kulil haqqa, walau kana murra. Follet vërteta. Edhe pse është e idhët. Se unë se praktikoj këtë. Ama në hadithi që ju. Së mund në të ndryshim atë. Hadithi që është autentik nuk mundet ne t'i ndrojmë. Por atë çka në nevojit e njësë. Duket se ne muslimon duhet të fillojmë të klasën e parë. Ashtu ka situatë. Pin klasën e parë. A e di që dhe thote, po klasën e parë para ka fushnjore. E tash ne pjasaj pjesës të fillojmë. Duhet më dona mos ti lam anësh mesazhet kuranore edhe traditën e pejgamberit. Nëse du të përfitojmë fuqi besimi, fuqi energji shpirtërore, s'ka dyshim patjetër duhet t'i kthejmë mesazhet kuranore edhe hadithin e pejgamberit. Në çka do ta përfundoj, edhe pse thash ka për të folë shumë, por vetëm pak shkova nga ajo që ta analizojmë këtë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu është përbleft për